Sa thirret toke zan, disa djedhi të rezon, la ilaha illa Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلندرم الله تبارك وتعالى nga se ajo është I vetmi I cili është meritor për falenderimet, lavdatat dhe adhurimet tona të cilat atij ja drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selame pandaj dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëllezër besimtar, edhe kjo gjymo sot në këtë ditë të bekuar është në vazhden e gjumave të muajit Shaban, ky muaj madhështor, ky muaj I vlefshëm tek Allahu te baraka wa taala, e që ne sigurisht se mallëngjimi, malli ynë për Ramazanin çdo ditë më shumë vjen dhe rritet dhe durimi ynë pothuajse harxhohet derisa të takohemi me musafirin, me muajin e Kur'anit, me muajin e mirësive, me muajin e Ramazanit që e kemi në ardhje inshallahu taala. Allahu na mundësof që të jemi gjallë, shëndosh dhe mirë dhe ta presim dhe të hyjmë në të me vendosshmëri dhe të dalim fitimtar e faqebardh në ditën e Bajramit inshallahu taala. Sot në këtë ditë të bekuar në gjymon e kësaj jave do të flas për ngjarjen e Vidovdanit, për betejën e Kosovës e cila ka ndodhur herët, e cila ka qenë një pikë, një moment dhe një pikë ndryshimin e historinë tonë si popull që jemi në këtë nënqiell. Allahu te baraka wa taala na mëson në Kur'anin famlart, njashtu dhe Muhamedi alayhis salam për ligjet e Allahut. Ligjet e Allahut janë dy lloje. Kemi ligjet kosmologjike, ligjet sunanillahil kauniyya, të cilat nuk ndryshojnë prej momentit kur Allahu ka kriju botën e deri në shkatrimin e saj, nuk ndryshojnë. Dhe kemi llojin e dytë të ligjeve që janë ligjet legislative apo ligjet shariatike, sunanillahi shar'iyya, e që ligji joni është shariati Muhammedit alayhis salam, respektivisht Kur'ani, sunneti Muhammedit alayhis salam. Për ligjeve kosmologjike të Allahut që nuk ndryshojnë asnjëherë për askënd dhe vlejnë deri në fundin dhe shkatrimin e botës, është ligji të cilin Kur'ani e quan sunnatut tadafu'i, ligji që Allahu te baraka wa taala, unë tash po e përkthej me gjuhën që ju ta kuptoni më mirë. Ky ligj është ligji që Allahu dhul xhelal, njerëzit e mirë, njerëzit e hajrit, besimtarët dhe robrit e vërtet të Allahut, Allahu I ka bo me u ndal turin njerëzve të këqij, njerëzve të sherrit, edhe njerëzit që janë kufar
dhe mushrikin. Ky është ligji kozmologjik i Allahut te bareka ve taala që do të vazhdon deri në fundin e kësaj bote. Luftat kur ndodhin, qoftë në të kaluarën, qoftë luftat në historinë e lashtë, qoftë luftat e fundit, edhe luftat që do të ndodhin, arsyeja e luftrave pse popujt luftojnë mes vete janë të ndryshme. Ndonjëherë motivi i luftës është mbizotrimi mbi pasuritë e një populli në një tokë të caktuar. Ndonjëherë motivi tjetër është mos përputhja dhe kundërshtit që janë nga aspekti i identitetit. Ne, para se me ardhë në mënyrë masive feja islame në këto toka, në këtë vend, në këtë vatan, kemi qenë të pa fe. Pastaj, prej një populli idhujtar e të pa fe, si kur kanë qenë ilirët idhujtar, lloj-lloj zotëna, dillin, hanën, gurin, zjarin, e ku e diune, lloj-lloj idhuj, ka ardhë krishterimi. Dhe ky popull ka hyrë në fen krishtere me dhunë, me metodat ndryshme dhe është nda në ato ortodokse dhe katolike. Pastaj ka fillu devijimi edhe nga mësimet e vërteta të Isës a.s. dhe është mbulu me plot idhujtari, sikurse që është sot krishterimi për plot idhujtari, dhe Allahu ka dasht e na ka ndëru, e ka sjell islamin në këto troje nëpërmjet osmanlive. Kur ka ndodhur betejë e Kosovës më shumë se 600 vite, të parë tonë, për shkak të rrethanave çfarë kanë qenë në atë botë, janë bë aleancë me aleancën krishtere, ato ortodokse edhe katolike, me shkije e me bugar e me krejt Macedon e grek, me dalë dhe me anëzun pritën osmanlive që ata i kishin jap vetës një detyrë të madhe, nga se Allahu këtë nder dhe privilegj atyre u kishte jap, ata erdhen në këto troje si çlirimtar, fatihin. Se muslimanët janë çlirimtar. Muslimanët i çlirojnë njerëzit prej kthetrave dhe kurthave të kufrit, të shirkut, të idhujtarisë, dhe i nxitin njerëzit dhe i drejtojnë njerëzit në rrugën e tauhidit, monoteizmit, në rrugën e asaj që ne duhet jemi rob të Allahut vetëm dhe jo rob të njerëzve. Ne atëherë kemi gabu aleancën tonë, po ajo është një perspektivë për asaj bote që rrethanat kanë qenë të atilla, dhe jemi postu kundër muslimanëve, muslimanët kanë fitu gjithsesi, se Allahu te baraka wa taala i ka bo ata, duke qenë ata shërbëtorët e dinit islam, i ka bo fatihin, çlirimtar, i kanë çliru njerëzit prej kufrit, prej shirkut, prej zullumit, e i kanë shti në dritën dhe lirin e madhe të islamit. Allahu i shpërbleft osmanlit që na kanë pru dinin ton, na kanë pru islamin, se ne ku me ditë sot çka kishim me qenë. Mos me qenë musliman, ku me ditë çka kishim me qenë. Kishim me qenë sigurisht idhujtar të pa fe. Ky ligji i Allahu dhul xhelal, që Allahu njerëzit e mirë, njerëzit e khajrit, salihinët, i bën me dal dhe me undal turin të këshive, du me i përmend 4 ajete që e konfirmojnë këtë. Ajeti i parë është ajeti 251 surën Bakara. Allahu te baraka wa taala thot: "Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu." Bakara 251. Allahu thot, sikur të mos ishte një grup i njerëzve me ndal një grup tjetër, këta kishin me bo fesade dhe shkatrim në tokë. Ne kemi pa dhe prej luftës të fundit çfarë shkatrimi dhe çfarë fesadi kanë bo shkijet, edhe çka kanë pas ndërmend me bo. Pastaj ajeti i dytë është ajeti 40 në surën Hajj. Allahu thot te baraka wa taala: "Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismu Allahi kathira." Allahu dhul jalal në surën Hajj ajetin 40 thot:
Si kur të mos ishte një grupi njerëzve, ti del për para grupit tjetër, ata këshin me irzu kishat, sinagogat, xhamijat në të cilat përmendet emri Allahut shumë. Sa xhami i kanë rënu në Bosnë? 250 xhami janë të shkatruara në Kosovë, prej shkijeve, prej aty në pamjeve që dje i keni pa, që kanë kalu në për rrugë të Kosovës, ato pamje, ato ikona, ato grafite, ato shkrime, ata janë. Edhe në këtë xhami këtu ne sot ku po e kryjm obligimin e xhumos, kanë hije, kanë përloq, e kanë fliq. Po është ligji i Allahut që Allahu i qet do njerëz që ja undalin turin këtyne që dojnë çdo gjë me e shkatru. Ai popi më i madh i dje Irineja thejke, ne kemi me prit, na kena durim se ky është vendi më i shejti i ortodoksve. Edhe nën qetësi kemi me prit kur ka mu kthy historia në favorin ton. Kur asnjëherë s'ka mu kthy historia. A din kur kthehet historia? Ata atëherë me prap ata mu bot zot e kësaj toke. Nëse ne dalim prej fesë Allahut. Thot Allahu në Kur'an në surën Anbiya: "Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun." Dëgjoni vllazën. Dëgjoni se ju jeni garda e vatanit. Ju djenë të ri, bashkë me mu. Ne jemi garda e vatanit, këti vatani. Na ka rahise tani. Qka bëhet ma vonë nuk e dim. Inshallah Allahu nuk na korit. Se do para neve jon korit. Do para neve jon korit. Na do të me bo doa Allahu mos me na korit. Allahu mos me na provu me luft. Se ne nuk e dojmë luftën, as nuk e ndrojmë luftën, dhe fetarisht është ndaluar me lyp luftën. Po i tregojmë Irinejes popit përgjigjet e Kur'anit. Ju edhe 6 miliard vjet mundini me mbajt ondra, po kjo tokë juve nuk ju takon. Pse? Dëgjoje ajetin. Allahu dhul Gjelal në surën Anbiya thot: herët e kemi regjistru në zeburin e Davudit, kur o konë Hazreti Davudi para sa 1000 viteve, enel arda token, Allahu ja ban trashigimi robëve ti të mirë. Kush është Abdullah, robi Allahut, edhe është i mirë, e kanë zemër fjallën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, këtë fjallë nuk e trathën, kësaj fjale nuk i bishton. Kjo fjale e edukon për familjen, për pasurin, për nderin, për vatanin, edhe shpirtin me jep. Toka i takon që të në burave. Enel arda jerithuha ibadi e salihun. Allahu po thot pej Davudit, pej Zeburit, token trashigimi ja u lojmë rabëve të Allahut. Unë më konë gjunahqar, ti mundesh më konë gjunahqar, me i pas 5 gjunahe, a i tjetëri 10 gjunahe. Po nëse je Abdullah, robi Allahut, ti i ke shpetu gjehnemit me lemër në Allahut. Se je robi Allahut, se i ke thonë Zotit, ja Rabbi, unë jam robit, nuk kom Zot tjetër, po steje, ja Rabbi, vetëm ty të lutëm, vetëm ty të adhuroj. Robria ime është vetëm për ty, jam gjunahqar. Gjykimin tënd e pranoj. Gjykimi yt për mbi mua është drejtësi, po edhe shpresa ime në faljen tënde është e madhe. Se falja dhe mëshira jote është e madhe. Andaj ne duhet të preokupohemi e duhet të kemi dert të mos dalim pej robëve të Allahut të mirë, se sa për popat e për huliganat e Crvena Zvezdes e për daqiqin, kollaj është e punë. Vetëm na inshallah jemi ibadullah, rob të Allahut të mirë. Nëse na rob të Allahut të mirë, prej Zeburit Allahu ka thonë token, trashigimi, ja u lojmë robëve të mirë të Allahut të baraka wa ta'ala. Çka bojnë qafirat, si kur shkit, na tregon ajeti 217 në surën Bakara.
Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allahu po thot në 217 Bekare, ata të pafet, mushrikint, idhujtart, ortodoks me kryqat vogël të mëdhaj, me sveti petka e pas sveti petka, s'është më rëndësi. Çka dojnë këta? Këta vazhdimisht, pa ndërpre, juve ju luftojnë. Derisa t'ju nxirin pej fesë t'juj, se munden. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ata me mujtë dhe pej fesë juj me ju qit, ju qesin. Ata nuk pajtohen me ju, veç kur ju bojnë kryqalisita. Presion, propagandë, shantazhe, kurtha, shpifje, edhe luft, derisa juve t'ju largojnë. Ajo mërmendja që kishim mujtë na më shku mas një jave në Nish, ose në Kragujevc, ose në Vojvodin, ose në Beograd, me dal, me flamurat ton, me fotografit e Adem Jasharit, e më usil që shusilën ata? Jo. Po ne prap mos haroni, duhet më konë rob të Allahut të mirë, nëse dojmë më konë zot e kësaj tokë dhe mbi këtë tokë me ndërtu fen e Allahut, si rob të Allahut. Kjo duhet me na shqetësu neve. Për ata po ju them gjem, inshallah Allahu nuk na korit, se edhe ne kemi më u plak. E duhet me eduku fëmijët ton, me u bo rojet edhe garda e këtij vatani, kësaj toke që e kemi emanet prej Allahut. Ata babgjyshat ton të partë e kanë hub rrugën e drejt, besimin e drejt. Allahu ju ka marrë tokën, i ka qu Osmanlit si muwahhidin, si ushtarët e fjalës la ilaha illallah. Kur u hi Ebu Derdaja, shteti i Qipros, kur e kanë çliru musliman Qipron, edhe u bkon zjafet i madh, gëzim i madh, ka hi bajraki la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah në Qipro. Ebu Derdaja ka fillu me kajt. Ebu Derda radiallahu anhu, një prej shokëve më të afërt pejgamberit, jënë shku shok tjeri, kanë thonë: o Ebu Derda, pse po kanë, kjo është ditë fitore, sot është ditë gëzimi, muslimant e kanë çliru këtë vend me fjalën la ilaha illallah. Tha po kaj, tha pisho këto pallate, pisho këtë tokë, pisho këto shtëpia, qyre qysh ju halli këtyne që e kanë lënë rrugën e Allahut, e na erdhëm sot fitimtar. Se u patëm larguna pak për i rrugës Allahut, jo pak, po kogja shumë. Edhe e provum 1-2-3 muj që është me na përzonë edhe me na largu prej vatanit, edhe prej vatrës edhe o gjakut me të përzonë shkav. Nëse bohemi të këshi apet që ajo ka me na gjithë, mas 10 vjetëve, 20 vjetëve, 30, 50. Ata kanë hi huliganat, edhe po e shkelin dignitetin, edhe sovranitetin e shtetit Kosovës, në parlamentin e Kosovës po rehen. Allah, Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Veç la hawla wa la quwata illa billah, no comment, mbare, turp. Njerëzit më elit në vendin ton, në parlament po rehen, a huliganat edhe qetënikt, edhe bandat serbe po ecin në rrugë Kosovës, ata po rehen atje. Jo për vatanin, jo për vatanin, jo për vatanin, jo për Kosovën. Nuk është më rëndësisë, në atakon neve me bo drejtësi, kush ka drejtës, kush ka. Ne e dim se për vatan nuk janë re. Për ato vllazën, Allahu po e përfundoi, na ka jap leksionin të thjesht edhe të shkurt: Annal arda yarithuha ibadi as-salihun. Token e trashëgojnë robrit e mirë të Allahut te baraka wa taala. Kretë në fund do të jem jo korrekt nëse nuk e përmendja dhe fitoren e vëllezërve ton në Egjipt. Egjipti ka hi në një epokë të re. Populli egjiptian, shteti egjiptian që ka një kulturë dhe një histori të pasur të islamit, në kry me Ezherin 12 shekullor. Ajo toka e Ibrahimit a.s., e Jusufit a.s., e Musas a.s., epoka e njerëzve që kanë qenë hasmit edhe dyshmonat e fesë përfundoi. E kanë marë muslimanët. Sigurisht nështë ta dikuj
ka me i ardhë mendje dhe ka me i thonë ky hoxha ka me vllazërinë muslimane. Ne nuk jemi me vllazërinë muslimane, po jemi gëzu me fitoren e muslimanve. Dhe kush nuk gëzohet me fitoren e muslimanve, përballë aty në kaurove, nuk e diu në çka është ai. Nuk e diu në çka është ai. Nuk e diu në ai çka do me i thonë vetit. Edhe nuk e diu në ai për çka duhet mu gëzu. Se i pari i një shteti që është parafërsisht 70 milion është hafiz i Kur'anit, i bën Allahut se e din se fjala Allahut është më e madhja, edhe don me punu për interesin e atij populli e më pas për interesin e ummetit islam. Vallahi vllazën, muslimanët po ecin përpara. Muslimanët janë duke i numëru fitoret një mbas një. Inshallah edhe ne korritemi në vendin ton, në vatanin ton, e dalim faqebardh edhe ne e japim kontributin karshi feston, karshi vatanit ton në këtë vendin ton. Allahu i ndihmoft muslimanët në të katër anët e botës, e në veçanti vëllezërit ton në Siri. Allahu e shpejtoft shkatrimin e Esedit dhe ushtarëve të tij, e ndihmoft muslimanët dhe ehlus sunetin sa më shpejt në tokën e bekuar të Shamit inshallah taala. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj, Allahu është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para se të lutemi i kam edhe dy gjëra. E para, në këto ditët e fundit në vendin ton është bo pakës zhurmë, ka pas shkrime pse kryeministri i Kosovës ka shku në Qabe edhe ka kry umrën. Dhe para kësaj është bo zhurmë, a është e vërtet se kryeministri i Kosovës ka kërku me u bo antar në konferencën e përhershme të shteteve islame. A ka kërku leje, as ka kërku leje, ku e di une, po subhanallah. Po ashim tha që musliman, a i nuk është ka. Pa i kur shkon në Qabe, du të mi vesh ihramat edhe me bo të avaf Qaben, sa i musliman është. A i nuk i ka thonë vetit kur që jam shka. A i është musliman. Edhe nuk e di une pse dikuj dën me i pengu, pse ashim tha që u shkon në Qabe edhe e ka bo të avaf Bejtullahin. A i e ka kry obligimin e ti, si musliman që është. Dhe vizita e shtetit Kosovës në instancat më të larta në Arabinë Saudite është shumë e vonume, edhe pse është shumë e rëndësishme dhe e qellume. Hala ma herët kanë vyt me shku dhe me vizitu Qaben, sa është kibla e 1,5 miliard muslimanëve. Ne sot kur e falim namazin kthehemi ka Qabja. Dhe sigurisht ne edhe duhet të antarësohemi në konferencën e shteteve islamike, se jemi 98% vend musliman dhe vetëm të mira dhe beneficione kemi prej atij vendi, jakojti apo s'jakojti dikujt. Nëse Rusia është antare e shteteve islamike e muslimanët në Rusi janë minoritet, ne 98% musliman, a nuk kemi të drejtë të jemi antar të përhershëm në konferencën e shteteve islamike, ku aty bëjmë pjesë 57 shtete? Po kjo është paradoksi jon, kemi njerëz që po ju pengon edhe kjo. Vëllezër, ne kemi fillu prej ditës djeshit të hamam xhamia kursin për leximin e Kur'anit për të gjitha moshat. Gjinia femërore e ka prej mëngjesit deri në kohën e drekës, pa dallim moshe. Gjinia mashkullore e ka prej orës 7, pa dallim moshe. Jemi në hyrjet të muajit Ramazan. Shkoni, mësoni me lexu fjalën e Allahut. Hoxhallarët po ju presin, kursi fillon, mos u bëni dembela, mësojeni me lexu fjalën e Allahut, se kur mësojmë me lexu fjalën e Allahut, ne vetëm do t'i japim kuptim hala më shumë statusit ton që ne jemi ibadullah, jemi rob të Allahut, e inshallah jemi prej robëve të Allahut të mirë, e të devotshëm, e besimtar të mirëfillt. O Zoti ynë, ndihmoj muslimanët në të katër anët e botës, ndihmoj e popullin ton, drejtoj edhe udhëzoj në rrugën e drejtë islame. Ja Rabbi, të smurit ton që i kemi me madhrin ton dhe shëroj gjithë ata që kanë borxhe, ja Rabbi, mundsoj me i pagu borxhet sa më shpejt. O Zoti i gjithësisë, të lutemi me emrat e tu të bukur që u ke mësuar të dashurëve tu, edhe ato emrat e bukur që i ke të fshehur në dijen ton dhe të fshehtë. Bëje Kur'anin pranver dhe freski për zemrat tona. Bëje Kur'anin dritë dhe nur për gjoksin ton. Bëje Kur'anin shkëlqim të brengave tona. Bëje Kur'anin largim të derteve dhe të lashave tona. Ja Rahimu, ja Rahman. O Zoti jon, na dhuro të mira në këtë botë, në botën tjetër, dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit.
O fuqi plot, na fal neve, fali prindrit tanë dhe mbar muslimanët në ditën e gjykimit. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum